A mund të vdes në gjumë nga apnea e gjumit? Vdekjet nga apnea janë shumë të ralla, mirë po vdekjet nga problemet që shkakton apnea është të shpeshta. Apo flasim për krize hipertenzive, për dëmtim të zemrës, problemet kardiologjike parsisht. Ne kujdesemi shumë për yndyrën, kujdesemi shumë për kripen që e hajmë, kujdesemi bëjmë EKG pas here, bëjmë kontrollat zemrës. Po nuk kujdesemi të trajtojmë një problematikë shumë madhe që mund të shkaktojë këtë. Që është baza e alternativave. Domethënë, edhe na pastaj momentin të parë ne bëjmë diagnostikimin. Kur ta diagnostikojmë, pastaj vjen edhe trajtimi, dhe njerëz që kanë filluar mu trajtu shpesh thonë ka ndryshuar jeta. Ata nuk e kanë ditë sa i pushueshëm duhet mu kanë mas gjumit. Ata kanë menduar se gjithmonë kur çohet njëri çohet i latshëm, nuk e dinë se kur çohet me gjumi duhet mu kanë i pushueshëm edhe i fjallët. Sepse ka problem njerëz që na kemi pas edhe njerëz që të moshës